Me uljen e temperaturave është vërejtur një shtim i rasteve me viroza kryesisht tek fëmijët. Mjekët pediatër bëjnë të ditur se infeksionet e rrugëve të sipërme të frymarrjes janë më të shpeshta në këtë periudhë. Në këtë periudhë kanë filluar virozat të rrugëve të sipërme respiratore. Kur themi rrugë të sipërme me hund të bllokuara dhe rrjedhimisht kur kemi hund të bllokuara fillojnë me dhimbje koke sepse krijohen sinuzitet. Gjithashtu kemi probleme dhe me otitet, me dhimbje veshit dhe kur rrjedhin sekrecionet pas krijohet edhe probleme me fytin. Pra rrugët e sipërme kanë qenë më problematik, por nuk përjashtohen edhe rastet që kanë ardhur me gastroenterite, me ndjesinë të përzierjes, të vjellave dhe me diare. Bluzat e bardha apelojnë që të shmanget vetë mjekimi dhe të kërkohet gjithmonë këshilla e specialistit përpara përdorimit të barnave, sidomos tek fëmijët. Për disa barna që është e lejueshme që quhen barna që mund t'i marrin vetë në farmaci, ato i mbajnë të kutinë e ndihmës shpejt i mban çdo prind në shtëpi. Për barna të tjera që duan patjetër përshkrimin e mjekut, neve gjithmonë i kemi këshilluar dhe u themi që mos të drejtohen menjëherë në farmaci pa bërë konsultën me mjekun për të marrë mjekimin për mos të mbingarkuar fëmijën dhe për të marrë mjekimin që i nevojitet vërtet. Mjekët gjithashtu nënvizojnë rëndësinë e vaksinimit, veçanërisht për fëmijët me sëmundje kronike ose me imunitet të dobësuar. Gjitha rastet që janë me imunitet të rënd, që kanë sëmundje kronike dhe që kanë kaluar viroza të njëpasnjëshme dhe se kanë merakun që mund ta kalojnë një virozë më rënd dhe normalisht e kanë bërë. Simptomat më të zakonshme të virozave janë temperaturë, koll, vështirësi në frymarrje, si dhe të vjella apo diare.